Jo vetëm politik. Jo vetëm politik. Aktualitet. Biseda në studio. Personazhe real. Jo vetëm politik. Në një show debat. Jo vetëm politik. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se keni ardhur në emisionin ton Jo vetëm politik. Siç e keni parë edhe në spotin ton publicitar të lançuar nga televizioni Apollon, ky emision mbart problemet dhe trajton temat sociale që prekin sot shoqërinë shqiptare. Në këtë emision do të ketë të ftuar të fushave të ndryshme, ndër të cilët mund të bëheni pjesë e tij edhe ju, pasi ky emision do të mbledh jo vetëm personalitetet, por edhe qytetarë të thjeshtë nga shoqëria civile. Unë ju kujtoj se bashkë do të jemi çdo javë në studion qendror të televizionit Apollon për tema të ndryshme, biseda dhe debate, analizë, koment, mendime dhe vlerësime nga të ftuarit tanë. Dhe e fillojmë me emisionin ton të radhës, ku konkretisht do të ndalemi në temën tranzicioni me të mirat dhe të këqijat e tij. Të ftuarit e natës së sotme janë, siç e shikoni, pjesëtar të televizionit Apollon dhe historiani Ilir Gjika, të cilit i urojmë mirëseardhjen. Kemi shkrimtarin Maku Pone që njëkohësisht është edhe drejtori i informacionit në këtë televizion, Agron Gjerazi, ish mësues dhe shef i burimeve njerëzore në televizion, dhe Përparim Gjeka, specialist në ekonomi. Dhe tani një pyetje për të gjithë të ftuarit tanë: ku ndryshon sistemi para viteve 90 dhe pas viteve 90 në kontekstin e ndërtimit të sistemit, marrëdhënieve të hierarkisë shtetërore me masën e gjerë dhe raporteve të ngritura midis tyre? Unë do doja t'i drejtohesha historianit tonë, zotit Ilir Gjika, si fillim. Më duk sikur ishin disa pyetje, jo një pyetje. Megjithatë, unë do mundohem që të krijoj një ide. Ne marrim psikufi vitin 1990, por psikufi e mirëfillti ndërrimit sistemeve nuk është viti 1990, por unë do të theksoja viti 1993. Viti 1990 ishte viti tronditjeve të mëdha politike që përfshin Shqipërinë. Në 2 korrik të vitit 1990 ndodhi ajo që ne kemi quajtur në atë periudhë, pasi edhe media ishte një ngjyshe, nuk ekzistonte kjo media elektronike dhe shkruar pluraliste, ndodhi ajo që u quajt ngjarja e ambasadave, e cila u manipulua nga media shtetërore në atë periudhë, sepse regjimi ishte po jepte grahmat e fundit dhe interesonte që të mbante fort pozitat e vjetra. Kalojmë pastaj në vjeshtën e trazuar të 1990-s, ku ndodhen arratisje të grupeve të ndryshme që shkelën kufit shtetëror në kryesisht masive në Greqi dhe në Jugosllavi, për të ardhur në dhjetor të 1990-s, kur regjimi u trondit plotësisht dhe partia në pushtet, atëherë partia e punës dhe sekretari i parë i saj Ramiz Alia u detyruan të pranonin pluralizmin politik në Shqipëri dhe fillojnë të krijohen edhe parti politike, siç ishte Partia Demokratike, Partia Republikane, Partia Ekologjike e të tjerë. Viti i ri për shqiptarët ishte pak i mundimshëm, sepse ditët e para të janarit ndodhi eksodi i Himarës, i cili nuk është tekstuar dhe nuk është ndriçuar në histori. Qytetarët e Himarës kaluan së bashku me qytetarët e Sarandës kufirin shtetëror, Kakavien edhe dikur që ishte edhe një pikë kufitare që ishte nuk qafbota në Konispol. Filloi veprimtaria e partive politike dhe interesante është se në 28 mars të 1991 kemi zgjedhjet e para pluraliste në Shqipëri. Zgjedhjet e fundit pluraliste në Shqipëri ishin zhvilluar në dhjetor të vitit 1923. Më pas nuk kemi zgjedhje të para pluraliste. Unë nuk jam dakord kur thuhet që pluralizmi në Shqipëri u vendos në vitet 90, u rivendos në vitet 1990. Dhe pikërisht pas
marsit 1991 politika shqiptare vazhdoi me konceptet e monizmit për të ardhur deri në vitin 1993 kur u realizua përfundimisht ose u realizua një hapje shumë e gjerë me Europën dhe me Sheban dhe ndikimi i ideve perëndimore bëri që të ndryshojnë dhe konceptet jo vetëm politike, ekonomike, shoqërore, kulturore në Shqipëri, por unë do ta quaja këtë periudhë një periudhë të çuditshme. Unë si historian, si studiues i historisë, vë si kufi të ndryshimeve rrënjësore në Shqipëri vitin 1993. Se deri në vitin 1993 ne vazhdojmë akoma me mendësinë e monizmit. Po. Tani unë nuk do isha dakord me zotin Ilir në këtë pikë. Megjithëse proceset ekonomike mund të themi që filluan pas vitit 92, mund të marrim si ndryshim pikërisht vitin 93 për sa i përket proceseve ekonomike, sepse deri në atë kohë ekonomia ishte e pastabilizuar, ishte rrëmuar, kurse si mendësi, kjo unë bile do të thosha ka filluar para viteve 90. Bile do të themi u futën konceptet e reja si ekonomia e tregut. Jo, ekonomia e tregut u futën u vendos në planimin të elemente të ekonomisë së tregut që domethënë vetë ish presidenti i asaj kohe zoti Rami Zalia 88 unë futëm në ekonomi. Unë përdor në fushën time element ose tregues ekonomik. Për aq sa lejon disiplina me të cilën unë studioj, por koncepti im ishte që ndryshimet në mendësi kanë filluar më shpejt se sa vitin 93. Elementet të tilla janë futur, por unë duhet t'ju kujtoj diçka që edhe ato ndryshime që u bën kushtetutën shqiptare në vitin 1988 nga Rami Zalia ose kursi i reformave, kursi liberal një veti Rami Zalisjet, sepse ai që ta zgjeroi bisedën zoti Maku dhe zoti Agron kanë qenë në mosh tepër aktive në ato vite dhe kanë qenë të përfshirë në këto procese ose i përkisnin atij grupi njerëzish që i mbarte këto shqetësime. Po, do doja një mendim nga ju zoti. Unë se kjo se bëjmë dy, do nisim timin matematik. Po unë do të më falësh, po unë do të anoja diçka nga zoti Përparim. Ç'kuptim sepse është politika ajo që paraprit. Domethënë në fundin ndryshimet fillojnë në politikë. Është politika, ndryshimet politike në psikologji. Jo vetëm pasaj si lëvizje studentore. Mos po futen tek elementet ekonomik që u futen si hyn në vitin 90, jo të hapim në një disa konceptet elementeve të këto ishin krahmat e fundit të sistemit komunist që u bëu para në 89 apo jo. Ishin krahmat e fundit. Dhe me ka të bëjmë në një reformë, të bëjmë ishte një platformë tjetër për të zgjatur frymën. Megjithatë, po të shikosh strukturën e ndërmarrjeve, po ju ndërpres, strukturën e ndërmarrjeve, funksionimin e tyre deri në vitin 1993, kur filloi procesi privatizimit, ndërmarrjet funksiononin një lloj si në periudhën e monizmit. Do t'jap një element tjetër dhe pastaj unë do të dal nga debati, nuk do ta nxis debatin, por do të heq dorë për të kaluar në një temë tjetër dhe në një emision tjetër mund ta diskutojmë këtë, mund ta bëjmë edhe pak sfidë. Unë mund të kujtoj diçka. Në vitin 1992 vjen në Fier Artur Liolin. Po kaloi në kohë dhe në hapësirë shumë larg. Vjen dhe me konceptin e atëhershëm e dërgojnë për të vizituar disa ndërmarrje në qytetin e Fierit. Dhe punëtorë të hutuar që ndiqnin në një ndërmarrje vizitën e kreut të kishës ortodokse të shqiptarëve në Amerikë. Unë do të shtoja pyetje. Më falë që i lisë për ndëry. Se para se të vinde se para se të vinde atë Artur Liolini në kushte 9 ditës tu ka ardhur janë Llatos. Ka qenë ditë e Shengozmaj. 15 gusht 20 gusht
24 gusht, ka arë Shengozmaj, ka bërë Janullatës. në ditën e Shengozmaj ka arë Janullatësi. Ka arë pikërisht në muzeum, ka marrë eshtat e Shengozmajt dhe ka bërë një falje në kishën e Shengozmajt. Dhe më i para se të vinde Artur Leolini, Leolini ishte këtu. ka dhe më ishte apë, u apë një qikë Shqipëria në ato kohë në drejtim të aspektit fetar. Ideja ime ishte kjo që vazhdojmë për inerci dhe në atë periudhë si në periudhën e parë, kur personalitetet larta të partisë bënin vizita në ndërmarrje para roje. Sigurisht, është ai procesi. Gjithse e përdora këtë dhe të teleshikuesit është interesante. Mirë, që është të procesi kujtojmë i ato vite difuzionit që ishin vërtet kohë e çuditshme, Ngjarjet, domethënë, kemi procesin e difuzionit. Disa element, kur bën të përmbysjet e mëdha, disa element paraprin brenda politikës. Mundet që të jetë edhe ekonomia e një shtys, domethënë një kryengritje e përgjithshme, domethënë që është ekonomia, po prapa asaj gjithmonë është politika. Domethënë, paraprin politika dhe në këtë kuptim vendosja e pluralizmit, dalja, domethënë, fuqimisht e Partisë Demokratike. Nuk bësh me fjalë për elementet ekonomik, domethënë kur mund ta quajmë neve pluralizmin ose fillimin e tranzicionit, ose si thua rifillimin se kishim elementet e kapitalizmit edhe në para viteve 39. Domethënë, ne themi që filloi një fazë e re e zhvillimit të shoqërisë, pak në ta mendimet tona. Në ndërgjegjen e zhvillimit të shoqërisë. Domethënë, Në mundësi. por ama ishte një tronditje e madhe dhjetore i 90-s, kur ndoshta kishte edhe shumë skeptik që mund të ishin edhe në zgjedhjet më të para pluraliste do të fitonte, domethënë krahu i demokracisë, Partia Demokratike do të dilte fitimtare. Sepse të tërë mendonin që ato zgjedhjet e famshme të asaj kohe, të diktaturës 99.99%. Domethënë nuk votonin 3-4 vete në Shqipëri, të cilët nuk gjendesh i dot. Ndonjëri me një pyll, ndonjëri me një mal, me dhia dhe vërtet kështu ishte. Që ishin makinat për të gjetur një njeri që ai të votonte, sepse donin të arrin 100%. Nuk është puna me do të bëjmë një spat që filloi 92 ose 93. Politikisht ndodhi përmbysje e madhe. U rivendos si për ndryshimin e shoqërisë njerëzore. Reaksioni kishte filluar më përpara. Por ndryshimet erdhën gradualisht, erdhën natyrshëm, nisën shkuan deri në një pikë dhe pastaj u bën shumë intensive, por që them që ndryshimi rrënjësor ndodhi pas 93-shit pas vitit. Po, zoti Gjika, gjithsesi ndryshimet e sistemit ndikojnë dhe tek shoqëria. Sa ndikoi kjo në shoqërinë shqiptare, pra ndryshimi nga sistemi socialist në demokraci? Si e përjetuan njerëzit? Ndryshimet ndodhen ndryshimet ekonomike, sjellin edhe ndryshime shoqërore. Ekonomia është e lidhur ngushtë me shoqërinë. Të gjitha ndryshimet ekonomike transmetohen në mënyrë më të ndjeshme në gjendjen shoqërore. Milion do ndërhyja pak këtu për ta theksuar më tepër, nëse do mlejonte zoti Ilir. Nuk ka problem. Është gjetje shumë e mirë që tha zoti Ilir, që janë pikërisht dhe këtu unë prapë do ndryshoja pak nga mendimi i zotit Maku, që janë proceset politike ato që paraprin. Në fakt, unë do të thosha janë proceset ekonomike ato që paraprin, sepse po të analizojmë fundin, vitet e fundit, domethënë duhet të themi pas viteve 70, ekonomia e centralizuar shqiptare pati probleme të jashtëzakonshme, sidomos pas prishjes së marrëdhënieve me Kinën në vitin 78, sepse deri në atë kohë ekonomia ecte për arsye se ishte e nxitur dhe e financuar nga këto shtete. Zoti Papi arrite prap te mendimi i Makut se ekonomia filloi të shkatërrosh si rezultat i politikës. Jo, si rezultat i politikës. Domethënë se politika se të cënuar politika, por nga fillon të cënohesh edhe ekonomia në ato vite. Nga Shqipëria dhe qartë, por është një përcaktim i një autori të huaj, i cili thotë që Shqipëria komuniste përfitoi $5 miliardë ndihmë nga Bashkimi Sovjetik dhe nga Kina.
Po, këto mund të jenë të vërteta, nuk kam shifra të sakta, por di të them domethënë që është ekonomia, sepse edhe politika kuptohet që është ajo që e determinon ekonominë, por politika gjithmonë mbetet anësore. Jo mbetet anësore, por politika është në varësi të proceseve ekonomike, siç që domethënë politika reagon ndaj proceseve ekonomike duke marrë masa. Për shembull, pavarësisht se domethënë pas viteve 78 deri në vitin 85-86 kur filozofia e udhëheqësit të madh të asaj kohe Enver Hoxhës ishte përsëri dominante, por u ndje kjo u ndje padyshim në ekonomi, dhe ekonomia jonë pati një pikë për poshtë, dhe ju e dini shumë mirë, mos t'ju kujtoj, sepse unë kam qenë adoleshent në ato vite, por ne të gjitha kujtojmë qumshtin, radhat e qumshtit dhe gjitha këto histori. Domethënë, ishte e domosdoshme që në ato vite të bëj domethënë një ndryshim ekonomik i cili filloi të arrijej me anë të reformave, mini reformave të asaj kohe, me dydymshin, me disa lehtësira në ekonomi. Unë do të shtoja këtu një debat që është shumë e bukur kuptohet. Por unë do të thosha tek politika ekonomike, nëse do të hidheshim në atë kohë, edhe 5 miliardët e dollarëve. Atëherë kjo ekonomi ka një politikë. Edhe nëse do shikojmë ato disproporcionet e tmerrshme, për shembull, një herë i gjithë populli ushtar dhe të gjithë armatosur, me armatimet nga më të rënda nga më moderne që bliheshin. Bunkerizimi. Atëherë, si menaxhohesh ky kuptimin e ekonomik, ky buxhet, do të vinë 5 miliardë dollar në atë kohë. Atëherë, është e qartë sepse politika ekonomike ishte e tillë që shkonte drejt përforcimit të diktaturës, vetëm për të mbrojtur regjimin dhe për të shpërtuar kasta e pushtetarëve. Të sigurohesh nomenklatura dhe bilen Ramiz Alia në kongresin famkeq me një pas vdekjes së Enver Hoxhës deklaroi ky është kongresi i vazhdimësisë. Po ku? Vazhdimësisë, sepse ato ishin reforma të dështuara, sepse në fakt janë reforma në fojza. Nuk janë reforma. Edhe në histori kursi 88-s kështu përcaktohet që po futën element liberal ose të vetë administrimit jugoslav, të tipit i vetë administrimit jugoslav për të shtuar jetën. Po unë do të thosha të paktën sikur të ishte e pranuar nëse do flasim nga ajo kohë, sistemi pikpamja Buharinit që edhe ai ka ngrënë plumin pas koke, edhe është një plum në kokë, që tha le të vëmë në provë sistemin kapitalist edhe socialist si dyshinat e një treni, cili do ecë është mizotrus. Mirë po dihesh që do ecë sistemi kapitalist, sepse njeriu është i lidhur me pronën e tjerë dhe nuk kemi në mend të bëjmë politikë të kulluar teorike me një fjalë. Ne u zhveshëm në prona, kështu që diçka ishte shoqërore, gjëra askujt, diçka ishte të gjithë dhe askujt, dhe nuk ishte asnjë punësi për derisa shqiptarit nuk ju sigurohet dhe nuk po i sigurohesh me kushtetut prona private, atëherë nuk mund të bësh fjalë më për ndryshime. Këto ishin zgjatje e frymës së sistemi në kalbëzur që po jep të shpirt. Përsa i përket pyetjes tuaj, megjithëse neve na pëlqen që të flasim me ëndje për ato vite, se ishin vite që i kemi përjetuar me ankth dhe emocione shumë të mëdha, pavarësisht nga grup mosha e ndryshme e jona. Unë duhet ta ngushtoj pak atë sferën e diskutimit ose temën e diskutimit. Do të flas një çik për Fierin. Kam qenë dëshmitar i të gjitha atyre ngjarjeve të viteve 91, sepse proceset demokratike në Shqipëri filluan në vitin 1991, pavarësisht se një grup i vogël njerëz pjesëmarrës në krijimin e partisë dhe të Partisë Demokratike në Fier mund të jenë mund të flasin më konkretisht sepse kam qenë pjesëmarrës në dhjetor të 1990-s. Unë jam dëshmitar të paktën që nga shkurti i vitit 1991 sepse si qytetar fierak dhe si ambient i vogël që ishte Fieri, ishin gjëra që binin në sy dhe gjëra që bënin punë. Duhet të theksoj se në kriza ekonomike që përfshiu Fierin,
solli një dukurinë e migracionit, e cila ishte ndaluar me ligj nga shteti për më se 40 vjet, shpërtheu një migracion i jashtëzakonshëm. Sidomos rinia e Fierit tepër ambicioze, dhe grupe të rinj largoheshin, jo vetëm të rinj, por edhe mosha e pjekur, largoheshin me grupe në Greqi, ose nisin një migracion me metoda artizanale, me fuqit drejt nga Semani, nga Porua, nga Poçova, drejt Italis, sa është ai tregimi, nuk e di se sa e vërtetë është, dhe ifën e vendosën në një bazament me fuqit sa dora dhe shkuan në Itali. Kjo ishte fillimi i atyre trafikeve që më vonë pastaj u shfaqen me gjithë formën edhe me gjithë sofistikimin e tyre. Por ndryshimet politike dhe ekonomike në shoqëri bën që Fieri të zbrazej në një pjesë e madhe e popullsisë, sidomos meshkuj, të cilët shkuan drejt pjesa më e madhe drejt Greqisë. Dhe menjëherë pa stabilizimit të parë filloi një veprimtari e re ekonomike, ajo që u quajt fillimisht tregu i refugjatëve. Nuk po flas për qytetin, po flas më shumë në kuptimin sociologjik se sa në kuptimin dhe historik për qytetin, dhe tregu kishte nevojë për të gjitha mallrat. Ajo kjo dukuri e çuditshme përfshiu një numër të madh njerëzish dhe filesat e asaj klase të fuqishme tregtarësh, ose kthimi i Fierit në një metropol të tregtisë në këtë rajon të Shqipërisë si ka filesat, pikërisht te ky emigracion dhe te ky kthim, ose te kjo përdorimi i kësaj forme fitimprurse i emigrantëve të parë, që çuditërisht njiheshin me emrin refugjat, tregu i refugjatëve. Pastaj ndryshimet ekonomike sodën shkatrimin e dy klasave, të klasës punëtore dhe të asaj që quhet fshatarësi kooperativiste. Inteligjenca e popullore ishte më së çorientuara, sepse përhapën ide të çuditshme, lëret punë në shtetit, fillo privat, filani ta shkuan në Greqi, ka sjell dy thas me rroba, dy lavatriçe të vjetra, një frigorifer dhe një televizor me ngjyra që ishin luks i jashtëzakonshëm. Ndryshoi luku i njerëzve, filluan flokët e gjata, mjekrat, mustaqet, e dukuri nga më të çuditshme të atij realiteti, sa po të shikosh kaseta dhe filmime të vjetra, sot çuditesh. Megjithatë unë do ta mbyll referatin tim që do të shtoja diçka që në kalimin sipër e tha nderori Ilir. Në të vërtetë, nëse flasim për momentet e përmbysjes, nuk po i quajmë çaste. Unë kujtoj me respekt nga largësi e viteve ata që i vunë në firme që përmendin Fierin Ilirit. Dhe që kanë qenë një grup njerëzis tashmë shumë të nderuar, të cilët rrezikuan edhe kokën edhe jetën. Drejt ashtu është. Edhe këta ishin, më kujtua Viktor Morgilej, Satiraqa Aleksi, Muhamet Sheri, Ferdinand Murati, Igor Pove. Dhe ata do të kujtojnë shumë dhe shumë nga militantët, nga shokët e tyre. Domethënë se unë më kujtohet kur është bërë një manifestim komunist të shtëpia ushtarake. Se ishte lëvizje shumë e gjatë. Ishte një lëvizje kur u mblodhën më militantët, më të kushtë. Dhe i takon në statusi këtyre zotrinjve të nderuar që ta tregojnë dhe unë e propozoj që në një emision tjetër interesante për gjithë ata na flasin dhe ata na ndihmon dhe mua si historian punën time për ta rindërtuar atë periudhë vërtet çuditshme. Kanë ata, sepse i ka qenë momenti të mfali kur tek shtëpia ushtarakëve ishin mbledhur një grup, si thuaç, si brenda një kështjelle dhe klirfnin me histerizëm, e kuqja do fitoj. Kur kishte ndodhur, si thuaç, përmbysja. Kështu që këta që përmendon edhe të tjerë, domethënë na falin se po flasim para 16 vjetësh, janë ata ose kanë ata drejt në fjalës për të na treguar më mirë. Në një kohë kur Partia Socialiste nuk ishte e krijuar, ne vazhdonte Partia Komuniste dhe ajo kur të krijohesh edhe të reformohesh, pa le shini bot kur themi ne, kur të vinte ai moment. Po. Duke qenë se kemi specialist biznesi, zotin Gjeka, në sistemin socialist ecë gjithmonë në sloganin të gjithë të barabartë.
ndërkohë që sistemi tjetër ai demokratik i çoi zhvillimi e çoi shoqërinë shqiptare drejt shanseve të barabarta, pra përballë këtyre shanseve. Juve si e cilësoni këtë? Përpara se të filloj me shtjellimin ekonomik të ngjarjeve, unë do desha të më morë dhe mua rrjedha e kujtimeve të Pastaj këtu është gazimi qëllimisht që këtu të vazhdonim në këtë humbi. Dhe nga ana ekonomike ka rëndësinë e vet, dhe do të trajtojmë në këtë emision, por unë kam qenë, Melinda është e vogël, në ato vite mund të ketë qenë në 8 vjeçare, edhe shumë gjëra ndoshta nuk I ka shumë të qarta, po edhe unë kam qenë në gjimnaz në vitet e ndryshimit dhe më kujtohet që në klasë ishim të ndarë. Ata që mbronin edhe brenda klasës, domethënë, kishim një profesore letërsie që I nxiste këto debate në klasë, se dhe atëherë, domethënë, normalisht politika në shkollë që diskutosh, ku do diskutosh, dikush e gjeti vetën në një krah, dikush në një krah tjetër, kështu që po, mua më kujtoi vajza Nevila Lule, vajza e Edmond Lules, ju e njihni mirë profesor Edmondi, ishim në të njëjtën klasë dhe rreshtoheshim, Nevila më kujtohet mirë, tani nuk më kujtohen të tjerë, po rreshtoheshim, unë isha me Nevilën edhe me të grupin këtej që mbronin demokracinë dhe ata të tjerët jo thoshin edhe ishte diçka e bukur domethënë, megjithëse ne ishim 17-18 vjeçar dhe por përsëri kishim atë, secili kishte botën e vet, ishim të ndikuar nga familja, kuptohet, edhe kanë qenë vite vërtet për të mbajtur mend. Edhe unë kam qenë në një moshë të vogël edhe besoj për juve të gjithë kemi kujtime nga ato, po të shikë rritë vazhdojnë, të tregojnë ato kujtime, si kur të zgjatemi shumë e këtë, atë që tha Marku du t'jenë vetë ata që u morën nga televizion protagonistë. Ne ishim më shumë ishim se Ergjin, domethënë. Do të më falë, do të bëj idhëm ka po. Ne këtu jemi në televizionin Apollon, me president zotin Artur Ustemi, I cili I bashkangjitet asaj liste të vogël për me 4-5 veta që përmenda. Për të dalë tek ajo problemi ekonomik, jo vetëm që e mbështeti, për shumë, po marrë si rastin tonë më konkret, jo vetëm që e mbështeti politikisht, u fut me shpirt në një lëvizje të re, edhe ka qenë sa I dojën e dyqanit. Domethënë, ju fut politikisht, ndoshta pa e ditur se do të arrinte me që do të thotë zoti përparim me anë të një zhvillimi të vrullshëm të ekonomisë të biznesit veçanti deri në këtë një televizion fuqishëm, domethënë. Kjo ishte pikërisht ajo dëshirë munguar e qindra mira njerëzve të asaj kohe që kishin dëshirën, kishin kapacitetin, kishin vizionin për të ndërtuar, për të bërë diçka që të quhej vepër e tyre dhe vetëm e tyre, por këto mundësi atëherë nuk ekzistonin. Mund të ekzistonin vetëm në art dhe në kulturë, por jo në biznes. Mund të bësh qatë, më kujtohet aty nga 88-a vjen dikush nga jashtë, nga Greqia, e më thotë në çfarë punë merresh? Mësuesi thash jam. Kohën e lirë me se e kalon. Vetëm punën e mësuesit bëjmë dhe shukon e lirë. Apo prandaj vuani se e lini kohën e lirë ti kod sa, jo ta shfrytëzoni për interesat tuaja. Prandaj edhe këto kush ekonomike vetë. Kohën e lirë lëm të lirë kështu. Prandaj edhe këto kush ekonomike, domethënë në socializëm nuk mund të bësh fjalë për po, dakor, që biznesi I ndrydhur për të mos thënë që se ekziston dhe fare. Tani, biznesit I rëdhën drejtim, por a ka probleme? Me që jemi në kohën e tranzicionit, le t'i marrim gjërat me radhë për të shpjeguar pak a shumë se si u zhvillua ky biznes, si në ato vite. Ekzistonin në vitet 91-92 ekzistonin si ndërmarrje private, mund të ekzistonin vetëm disa punishte artizanale që njerëzit punonin në shtëpi pa u njohur
pa u ditur domethënë. Pa licencë, pa licencë, dhe në fshehtësi, nëse do të bëjë një unas floriri për shembull. Ekonomia e socializmit, nëse do të bëjë një unas floriri, do shkojë te dikush që e bën po asnjë nuk do ta merrte vesh. Për shembull. Dhe por në të njëjtën kohë kishte shumë njerëz që punonin në ndërmarrjet shtetërore, të cilët ishin duarart, mund të prodhonin sy njeriu është një shprehje. Dhe në atë kohë qeveria bëri përpjekje që në kohën e pa filluar akoma Partia Demokratike në pushtet, u dhanë për shembull ndërmarrjet bujqësore, u shtetëzuan, njerëzit morën domethënë disa pasuri të paluajtshme të asaj kohe u dhanë midis pjesëtarëve të grupeve ekonomike që ekzistonin në atë kohë, punishtet, ndërmarrjet ekonomike të industriale, ndërmarrjet ekonomike filluan të mbylleshin. Të vogla po flas. Niveli të vogël të mesëm dhe të vogël, këto filluan që të jepeshin pronarve, më fal. U privatizuan, por punojësit që punonin në kolektiva. Punojësve të kolektivit. Punojësve pronarve të trojeve dhe të persekutuarve politik, sa doli dhe termi atëre që nuk ishte njohur likuidator. Pasi këta i caktonte, nuk e di, këshilli i rrethit atëherë, apo ishin, nuk e di, nomenklatura e kujt kanë qenë, por që merreshin me likuidimin e ndërmarrjeve nga shteti tek deri në Komitetin Ekzekutiv Pluralist që merr fund në qershorin e 92-shit. 92-shit, po. Ka qenë sepse në 91-shin edhe në dimrin kapërcyllin e 92-shit ishte agjencia, filloi me njëra agjencie privatizimi, domethënë aty dyndeshin, po ishte Komiteti Ekzekutiv Pluralist. Domethënë, u morën përfaqësues nga forcat politike. Forcat politike, po kryesore ishte PD-ja në të rast, edhe se me sa më kujtohet, ose ndoshta ishte edhe PS me anë të kryetarit, po kishte një kryetar PS-s, ishin një nënkryetari i Partisë Republikane dhe një i Partisë Demokratike. Parasysh Shemedi Ruçi. Shemedi Ruçi ishte i Partisë Republikane një kohë, një Andrea Tosca. Megjithatë, do ishte me vlerë që të ishte një ekonomist i vjetër i atyre i asaj periudhe që i ka kaluar ose ka shërbyer sepse po ta ndërtojmë si mozaik, askush nuk nganen është i kësaj fushë specifike. Disa kujtime se të asaj biznesin e sotëm neve mund të themi diçka më tepër? Po, për biznesin e sotëm patjetër, por ne sot me sa kuptojmë do flasim për tranzicionin. Dhe në sfera të ndryshme. Jo vetëm në ekonomi, po edhe në kulturë, po edhe në arsim, në sfera të ndryshme. Dhe shkurtimisht mund të themi që kaloi në dy faza, domethënë. Është faza edhe brenda tranzicionit ka dy faza ky biznes. Në fazën e parë kemi biznesi, le ta quajmë kolektiv, sepse njerëzit në fillimet e tyre këtu në Shqipëri nuk kishin kapitalin e nevojshëm për të operuar në treg. Kështu që bëheshin bashkë 2-3 të njohur, vëllezër, kushurinj dhe fillonin biznesin bashkë. Por sepse nuk i dinin edhe pasojat e partneritetit. Por pasi grumbullonin, domethënë este pak biznesi, atëherë fillonin që të ndaheshin, sepse këto janë probleme të tjera domethënë të menaxhimit, por kjo është faza e parë. Dhe në fazën e dytë, duke pasur më tepër përvojë, secili nga këta, le të themi, ish partner të kësaj ndërmarrje, filluan që të ndaheshin, të kishin ndërmarrjet e tyre, bizneset e veta të ndaheshin. Dhe sipas jush, ku filloi kjo, ashtu quajtur faza e dytë? Faza e dytë ka filluar nga fundi i viteve të
Pas 97-ës diku mund ta vendosësh si kufi. Filloi para 97-ës. Domethënë 95 rreth 95-ës është më saktë që filloi që u fut ekonomia në binarët e veta, domethënë në funksionim të rregullt. Pastaj ndodhen javët e 97-ës u dëmtua çik ekonomia. Por dhe në të kohë dhe në 97-ën pati shumë operatorë të rinj që u futën në drejt dhe përfituan nga ky kaos dhe kjo mbullim. Po, ndërkohë, nëse kishe për të shtuar diçka tjetër? Tani mund të thosha që ekonomia pak a shumë dhe bizneset janë stabilizuar, është pak më e vështirë që të futesh në treg, megjithatë ka akoma pjesë, shumë gjëra janë akoma të pa stabilizuara, mund të themi që ekonomia do të jetë e fundit, besoj unë që do ta kaloj fazën e tranzicionit. Po, përveç ekonomisë, do të shto edhe fare pak gjë për ekonominë, do të thosha për të vazhduar të përparimi, që ta zëm deri në 95-ën ishe faza e shtrirjes horizontalisht, domethënë shtimi numerik. Domethënë, mbajmë ishte një firmë alumini u bën 4. Nga ajo dollar, ajo që ta agroni. Ishin një u bën 4. Edhe të 4 fillon pastaj të fuqizoheshin. Domethënë, fillim kemi shtimi numerik horizontalisht dhe krahas kësaj filloi thellimi, në thellësi, të fuqizoheshin mbi bazën edhe të një konkurrence, mbi bazën edhe se si e menaxhon kapitalin që po fillon e vetë, sepse edhe pati edhe njerëz që dështuan dhe vazhdojnë të dështojnë se s'din të menaxhojnë vetë kapitalin e tyre. Por pikërisht nga 95-96 si thush mbaroi kjo një shtrirje e cila vazhdon edhe sot horizontalisht, se hapin bizneset e reja, bizneset e reja, nuk është se ka mbaruar ajo fazë. Por në kohën që këta vazhdojnë të shtojnë numerikisht, tash po janë krijuar firma bile tash po flitet edhe për truste të cilat kanë mëkatet e tyre, dim për ligjin e konkurrencës, po them që nuk do të ndalemi te problemet e zhvillimit vetëm ekonomik. Tani krahas ndryshimeve ekonomike, pse ndryshimeve arti, kultura, letërsia? Po, se qartë. Sa hapësirë ka patur para 90-s dhe çfarë hapësirash janë krijuar artit dhe kulturës në vazhdim? Do të thosha kështu që elementet e rinj të një shoqërie demokratike, u futën duke u kryqëzuar njëra me tjetrën, se nuk është se nëse vendos pronën private dhe vendos edhe në kushtetutë, nuk është e njëjta gjë në kulturë ose në botën shpirtërore të njeriu. Madje do të thosh edhe në fushën e bindjeve, që shumë njerëzve ju deshen vite dragonin, heqin nostalgjikët, kuptoj, të cilët janë me ande nga Ishni Miloshi. Po themi për ata që më kujtua këtu dergje Don Kishoti, ishti forti, ishi zoti, botën prapa deshta kthente dhe me ushtën ta mbërthente. Unë nuk flas për këta që ta kthejnë botën prapa, ti vën dhe ushtën e Don Kishotit, ti thonë mos lëviz, do të rish aty ku ke qenë. Kështu që kultura sigurisht, kultura e shëndosh, kënga, valle popullore, tradita, vazhdojnë edhe vazhdojnë, por edhe në kulturë, të thosha edhe në këngën polifonike u hoqën ato depolitizime, se merresh melodia e mirëfillt polifonike dhe këpusin atë kohë e keni parasysh fusin partinë në Verozën edhe një tekst i politizuar. Atëre, ajo të shkoj ishte shëndosh, vazhdon edhe u fut në tesari që ishte i pastër, i puro popullor. Vazhdoj, kurse, artit e letërsia, piktura ishte shënmëria e strumit apo bukuroshja e strumit. Kurse artet e kultivuara e kanë patur dhe kanë më të vështirë. Domethënë se i përmbahesh deri në atë kohë, pa heqim shkrimtarin Gjenial Kadare, pa heqim Fatosara, Gjevai Spahiun, do të thosha, në krijimtarinë e tyre më të mirë po skemat e realizmit socialist të detyruara. Edhe ato nuk është ju këput një sëpat, sepse ishte një pjesë e madhe e krijuesve ishte e rrënjosur në kokë, pastaj edhe nuk mund të reformojë shkollaj. Kjo varet edhe nga kapaciteti i talentit. Kadere ishte i reformuar, edhe po të i referojmë i atij, por do të kujtojmë gjakun, sepse realizmi socialist në letërsinë, kulturë, në art mund të quhet realizmi për gjakun.
Sot Kadareja shkruante dhe ne e dim fatin tragjik të dy poetëve të rinj që u pushkatuan në librazh. Vilson Bloshmi dhe Gens Leka. Kanë poezi të mrekullueshme edhe ai jep edhe shkaqet pse u pushkatuan, po i pushkatoi pikërisht i Peri Kurban për të patur atë vazhdimsinë e regjimit. Është pushkatuar Trifon Gjika. Trifon Xhaxhika. Po, Janë burgosur Lukaça e Emerald, domethënë. Maria Rafael erdhi e internuar në Fier dhe për fajt në sajt e talentit u mbajt pedagoge në shkollën artistike. Gjithse çdo dukuri negative e ka dhe anën tjetër të medaljes se kjo kishte vlera për Fierin sepse ajo krijoi një shkollë të mirëfillt në veprimtarinë e saj. Hodhi bazat e shkollës artistike. Por ama nuk deputonte tot si pianiste, ngeli pedagoge. Çdo e keqe ka një të mirë dhe çdo e mirë ka Asaj një u të keqe. mohua Beethoven, Liszt, Chopin, Meral. Megjithatë tek problemi i artit angacmoi çik zotin Maku se është statusi i tij për të folur shpërthyer njësër në letërsi shpërthyer njësër penash për shembull. Në pikturë shumë prej piktorëve të cilët konsideroheshin të pashkoll ose konsideroheshin Të parë si mua. jo të parë si me përbërje politike filluan ta ushtrojnë vëlirshëm veprimtarinë e tyre. Arti u bë më individual, kush jeti burime, së thëmbra e Akilit e gjitha, këtu ka qenë tek arti, tek financimet në art. Përpara një jave isha në një takim shkrimtarësh, artistësh, përgjithsisht grupi përbëhej nga shkrimtarë, nga elita e shkrimtarëve të rinj të Tiranës, po e quaj të Tiranës, dhe ku do të fusja dhe emrat e Farit Teferiçit, të Agron Tufës, Virion Graçi, kur ishit dhe juve, Virion Graçit e tjerë dhe një përfaqësuesit të një elite intelektuale, nga Kosova, dhe ideja e tyre ishte që përsëri u mshua thëmbër Akilit në art, financimit, ndërkohë që shteti nuk e merr përsipër këtë gjë dhe ideja ishte shumë interesante të krijohet një lob, një grup presioni artistësh politikan që t'i paraprin me projekte ose me presion politik për të financuar artin. Shumë, para se të arrim të kjo, Majlina, njëherë se këto janë, si thuash, nën temët, nën degët e një bisede që ne po e quajmë, si thuash, hapim atë rrezet trumin. E vërteta njërë që shkrimtari, artisti, njeriu kulturës filloi të ndihesh i lirë. Ne nuk po të flasim për problematikën që më bon sponsorizimet, hallet, jeta vetjake, domethënë lufta për ekzistencë me fjalë. Janë të probleme të dorës dytë. Por ama shkrimtari, artisti, njeriu kulturës u ndiej i lirë. Nuk ishte me as autocensur, as censur shtetërore. Kufizime. Sepse brezi i ri nuk e di që atëherë kur botoja një libër ekzistonin 20 kopje të famkeqe të urgjencës, të emergjencës, të cilat para se libri të dilte në qarkullim, kjo është absolutisht e vërtet, 20 kopje shpërndaheshin, që nga Komiteti Qendror, që nga Kryeministria, që nga Ministria e Brendshme, seksionet e policisë së fshet, dhe mbasi e lexonin 20 veta të ata e dinë se ku janë tashti, ata do t'jepnin lejen dhe janë me dhjetra libra që nuk qarkulluan, po shkuan në karton. Po pikërisht këtu duhet të ndalesha unë pak më parë, nëse atëherë duhet mendojshe mirë përpara se të shkruaje, sot një fluks i madh botimesh. Duhet bëj dhe atë kontrastin. Ja, unë do ta shikoja. Liria të shkruarit. Do ta shikoja në dy këndvështrime. Po ti përmbahesh një lloj ligji që sasia sjell cilësi, edhe mund të sjell edhe mund mos të sjell. Por nuk shtimi numerik për mua nuk është gjithmonë vlerë. Sepse nëse ta zëm në Fier, ose në Berat, apo në Vlorë, apo në Tiranë, botojnë 100 libra. Janë njerëzit, si thuash, pa horizont, edhe të pa inkuadruar si thuash, në kotat nivelin kombëtar, edhe përtej kombit, në mbar kombëtare, në vlera ballkanike dhe europiane. Kështu që mund të botohen edhe 50 libra me poezi. Po çfarë paraprin, çfarë elementesh të rinj futen? Ne dim që drama akoma po luftohet edhe shteti sot
po e përkra shumë dramën kombëtare. Se kemi teatr, si tu është kombëtar, pa dramën kombëtare të forte, të fuqishme. Në festivalin e aktrimit e Fier, pati disa drama kombëtare, edhe ti më e Linda Indoqe, që ishin me shumë vlerë. Domethënë sasia nuk është vlerë, sasia është sasi. Ajsa kanë arritur të na falin, edhe po të na dëgjojnë njerëz që nuk kanë, si thua, janë në nivelin e shkollës 8 vjeçare. Nuk është letërsia që hajdeni të gjithë bëhuni shkrimtar. Ky është keqpërdorim. Edhe unë i thash njerit, dorëshkrimi, tu, paraja në mes, botuesi mediokër, andej, fletoren me bejte e ktheve në libër, edhe tund librin. Pse është libër ky? Ky është i lidhur si libër, po librin vetvete e mban të vlera. Dhe do të vazhdojë atë karakter njohës estetik. Ata që është ai liri janë një brez shumë i talentuar, po nuk janë vetëm nga Tirana. Se ne kemi edhe në Fier potenciale të mëdha talentesh që nga Alfred Mehmeti, Valentina Dafa, Eleni Liçaj, të cilët me poezinë e tyre dhe me krijimtarinë e tyre, Alfredi madje do të thoshë edhe në prozë, kanë arritur quotat të këtij brezi shumë të talentuar. Të këtij niveli. Domethënë, gjeografisht janë të shpërndarë, se Ridvan Dibra nuk është në Tiranë, është në Shkodër. E kupton, edhe të tjerë shokët e tij, që nga Virion Graçi është në Gjirokast. Virion Graçi është pedagog në Gjirokast. Të Tiranës sepse po që lobi i Tiranës për ta ndarë nga Krishtinia. Në atë aspekt. Si organizim, kam parasysh se takimi Kjo juja është interesante edhe për teleshikuesin. Është vërtet interesante kjo që po citoni tani. Ajo, unë kam parasysh dhe idenë e lobit i lirë. Domethënë, edhe do mbase ta trajtojmë në temat e tjera, po kërkohet vërtet një mbështetje nga shteti, sepse hidhen paratë, si thua, në gjërat e dorës dytë, dhe sponsorizimi për bujë, që aty fillojnë dhe shuhen si flakashte, dhe ata që kanë vlera nuk duken. Vlera të zhduken. Ne kemi u shpall park kombëtar dhe ne bëmë dhe një vëzhgim para pak ditësh, parku jo Polonis. Mirë po, hidhu të shi. U bë park kombëtar, atëherë nxirr masat organizative, do bëhet 1, 2, 3, 4. Të ndihet që u bë. Unë të kërkoja pak leje dhe bashkëbiseduesve të tjerë të flisja një fragment të shkurtër kohe për këtë problem. Unë ndoqa kronikën tuaj. Kam qenë pothuajse çdo javë të 4 muajt e fundit në Apoloni dhe e kam parë me sytë e mi e turinë e punëve atje. Unë do t'ju propozoja si staf i Apolonit dhe këtu në televizion Apollon që ju të bëheni ai grupi i presionit të fuqishëm, siç e bët me atë kronik dhe ta ndiqni këtë problem çdo javë. Unë di për shembull që ata kolegë të nderuar, dikush nga ata kolegë të nderuar që nuk do ta citoj si emër, më tha që erdhi një grup gjermanësh për të gërmuar, erdhi një grup tjetër për të gërmuar, dhe nuk u lan nga grupi që po punon nga francezët. Ndërkohë që aty është gërmuar një e alta pjesë, por shumë e vogël. Po ideja është që aty duhet juve duhet ta trajtoni kronikat tuaja. E kanë ndjekur ka qenë avokati më i madh mbrojtës i vlerave dhe gjithsesi kjo është diçka që do të sqaruar në një emision të ardhshëm, ndërkohë me ju zoti Gjerazi, duke qenë se juve keni qenë ish mësues, pra keni dhënë mësim, sa ndryshon arsimi i para viteve 90 dhe viteve pas 90-s? Çfarë shikoni ju me sytë tuaj, si mësues i vjetër? Folëm këtu me shoqëria shqiptare o Trondit në vitin 90, pavarësisht se Iliri tha në 93, po Tronditja u duk që në vitet 90. Ashtu si që u tronditën në sfera të ndryshme të shoqëria shqiptare, ashtu u tronditën në sferën e arsimit. Para në 90-s dihesh që arsimi ishte shumë i politizuar, me vendim të një plenumiteti, komiteti qendror, ishte futur ideologjia marksiste e leniniste
si një shiriti kuq, thoshte ti, ta përshkruajnë të gjithë lëndët. Kështu që ti je mësues i letërsisë, ka dhënë letërsi, s'të ka zënë ajo periudhë, por nëse do të bëj një koment të një poezie ose të një proze, patjetër do të synoje në edukimin ideologjik. Komenti do ta bëja nga ana ideologjike, çfarë mesazhe sjell nga ana ideologjike, në formimin ideologjik, pastaj do kaloje në analizën artistike. Analiza artistike që ishte kryesorja për letërsinë do kalonte në plan parë, në plan dytë, ndërsa analiza ideologjike do ishte në plan parë. Kupton? Atu po them unë edhe në matematik, kur të merre një problem që të bëje shifrat asaj probleme, shifrat do t'i mije nga ekonomia. Ekonomia ku kisha gjoja rritin atë kohë, e të formoje problemin që të futesh përsëri aspekti ideologjik. Po dhe sipas ju ndryshimet që erdhën pas 90-s? Po, ndryshimet që erdhën pas 90-s që në ndryshime të mëdha, domethënë në këtë drejtim shkolla depolitizua, domethënë hoqën ato elementet e trekëndshit revolucionar, siç ishte edukimi ushtarak, siç ishte elementi i punës. Punës produse. U hoqë ajo ideologjia marksiste-leniniste. Mi po, më vjen keq se kujtohet atë periudhë, kam dëgjuar ose kalova atë 7 vjet pas 90-s në arsim, racik niveli më së ndanjes. Ishte ajo që tha dhe i Liri, thanë dhe shokët tu, zoti Manku, që pati një hemorragji në drejtim të arsimit u larguan shumë sues. Kështu që edhe niveli më së ndanjes në shkollë ka rënë. Edhe kjo është edhe një mendim i përgjithshëm sot që nuk është më unë takoj nxënës, edhe ndej krenari kur më thonë, ishte tjetër shkolla ajo, por nuk e ka muhabetin këtu. Muhabeti ishte tjetër shkollë në mësimdhënien, sepse mësuesi sotëm, më vjen keq dhe ndihem shumë i tërpëruar kur dëgjoj që edhe në një mision që patëm në pardia dikush ankohesh për mësuesin që gjoja mësuesi është i korruptuar. Kjo është nuk ndërron figurë morale të mësuesit. Mësuesi është pasqyrë nxënësit. Nëse ai do korruptohet sot, do korruptojë edhe fëmin. Edhe kur të rritet ai fëmi do shkoj pas shëmbulltyrës së mësuesit. Prandaj kjo është një tronditje e madhe dhe mund të kemë diçka shkurt nga të gjithë ju, ndryshimi i sistemit sollit mira për shoqërinë apo sollit të këqija. E përgjithshme është sollit mira, nuk ta themi çdo sistem ka anët pozitive. Ka dhe anët negative, dhe ai sistem që kaloi, kishte dhe anë pozitive, kishte dhe anë negative që unë morëm të nga kolegës. Po dhe ky sistem sot nuk kam dëshirë të përgjigjem kësaj pyetje. Unë do të rregoj oportunist, jam dakord me profesor Agronin. Dy vlera duan të do them diçka në parafolsit. Në emër të Ilirit do them diçka, do të thënë sikur të isha unë Iliri, po e them unë, jo Iliri. Njëherë për mua solli një gjë të madhe që historia shqiptare, që nga kohët më të lashta, që nga koha e Skënderbeut, të rilindjes, periudha e pavarësisë, e mbretërimit dhe komunizmit e të tjera deri te tranzicioni, historia filloi të shikohet me syrin realist, pavarësisht divergjencave, majtas, djathtas, centriste, kujdim. Po filluan gjëra të marrin. Në Tiranë ju vo bulevardit Zogu i Pa. Në Irlanda flisën kohën e diktaturës për mbretin Zog si për një gjë të mirë. Ne folëm me Ilirin para ca ditësh edhe për këngëritjen e Fierit edhe ishin krejt të lirë ta interpretonin në mënyrën tonë të vetën. Megjithëse ka një libër për të që është derdhur shumë para për të, është derdhur shumë punë, një emër shumë i madh, por që nuk mund të. Gjithsesi se minutat e emisionit po. E të njëjtën gjë do thoshja në radhë të parë për kulturën, letërsinë, artin, që jo vetëm që u sollën elemente të rinj, edhe këtu ka ndeshje, na duhet hip pop apo nuk na duhet, por neve duhet të shikojmë edhe tretën në syrin e duhet ta shikojmë edhe shihet botën e tyre dhe nuk ka më urdhëra që ti të imponosh bindjet dhe shijet e njerëzve. Po. Do të thotë që kjo pyetje juaj ishte një pyetje retorike. Koha bëri mirë që erdhi kjo kohë, ndoshta e sollën njerëzit ose i parapriu historia,
por roli i shtetit, roli social i tij duhet të jetë më i fuqishëm. Edhe mendoj që nga kjo bisedë të ndalemi pikërisht në anët problemore, duke afirmuar dhe ata që është e re, duke mos mohuar, të mos kalojmë në tragedizimin e gjërave, po të nxjerrim anët esenciale që preokupojnë shoqërinë, duke afirmuar dhe të re që prim për të kundërvend të keqes. Jo knarësim ka vetëm korrupsion, në shëndetësi ka vetëm korrupsion, këtu ka vetëm korrupsion. Shoqëria ka një ngërç korrupsioni, por ne duhet të përpiqemi të fusim dorën te plaga që ta shëndosim. Shikues të nderuar, emisioni ton po I vjen fundi. Unë falenderoj të ftuarit tanë që qëndruan për rreth një orë me ne. Ju falenderoj dhe juve. Bashkë mirupafshim. Jo vetëm politik. Jo vetëm politik. Jo vetëm politik. Jo vetëm politik. Aktualitet. Biseda në studio. Biseda në studio. Personazhe real. Jo vetëm politik. Art, kulturë, sport. Të gjitha në një show debat. Jo vetëm politik.